Vajza e madhe e kishte çuar për një shëtitje në përpyll. Gruaja e moshuar në të 80 atë nuk kishte idenë se çfarë po ndodhte. Në ajër ndjej një premtim për një ditë plot aventura, por ajo që vajzat e saj nuk than ishte se kjo do të ishte dalja e saj e fundit me Tomira ndjeu, që në fillim diçka të çuditshme në sjelljen e tyre. Fjalët e thëna but, gjestet e maskuara, sikur donin ta hiqnin qafe. Dhe pastaj, në mes të pyllit të dendur, vajzat e saj e lanë. Le të shkojmë në maj të Kodrës, nën, dhe të shohim pamjen. Qëndro këtu dhe pusho, thanë ato, dhe shpejt u zhdukën midis pemëve, pa u kthyer prapa. Ata nuk e kishin problem ta shihnin mirën vetëm, të moshuar, me këmbë të lodhura. Orët kaluan. Mira u përpoq të thërriste, por zëri i saj dilte gjithnjë e më i dobët. Pemët dukeshin sikur e gëlltitën zhurmën. Vajzat nuk u kthyen. Frika filloi t'i shtrëngonte gjoksin. Këmbët e saj nuk i përgjigjeshin më dhe ajo ra për tokë, me trupin e raskapitur nga ecja. Dita u shndërrua në natë dhe i ftohti mori përsipër. Mira e dinte se fati ishte vulosur në atë moment. Isha vetëm. Heshtja u thye nga një zhurmë. Diçka lëvizte midis pemëve. Nuk ishte era, nuk ishte ndonjë qenie tjetër njerëzore. Mira shikoi, por mezi dalloi format në errësirë. Dhe pastaj, një hije e madhe u shfaq para saj. Ishte një ari. Kafsha u shfaq, gjigante, me sytë që shkëlqenin në errësirën e pyllit. Mira, me zemrën që i rrite shpejt, mezi e besonte atë që shite. Frika e kaploi, por diçka tjetër doli në pa, një ndjesi se nuk ishte më vetëm. Ariu, me një vështrim kurioz dhe të vëmendshëm, ju afrua Mirës, e cila po dridhej, por nuk kishte forcë të ikte. Kafsha qëndroi e heshtur, duke e vëzhguar plakën me një vështrim që disi përcillte një ndjesi mirëseardhjeje. Mira, me sytë që i lotonin nga dhimbja dhe braktisja, zgjati një dorë që i dridhej. Ariu ushtri ngadalë pranë saj, duke shtypur trupin e saj të madh e të ngrohtë pas trupit të gruas së moshuar. Ishte një ndjenjë ngushëlluese, sikur, për herë të parë, dikush të ishte aty për të. Ariu nuk do ta braktiste. Ai ishte një qenie e egër, por në atë moment dukej se e kuptonte dhimbjen e Mirës. Pa fjalë, pa asnjë gjest njerëzor, kafsha ishte aty, duke e mbrojtur atë në një mënyrë që vajzat e saj nuk do ta bënin kurrë. Pastaj Mira preku gëzofin e Ariut me një brishtësi të jashtëzakonshme. Ajo nuk e dinte çfarë e priste e ardhmja, por e dinte se, në atë moment, Ariu ishte e vetmja shoqëri që kishte. Ndonjëherë vdekja na afrohet pa e kuptuar. Mira ndjeu se ishte aty, por nuk e dinte nëse ishte gati ta priste. Nata ra e rënd mbi pyll dhe Mira e gjeti veten më të brishtë se kurrë. Ariu qëndroi pranë saj, por i ftohti po depërtonte në mishin e plakur të gruas dhe dhimbja në gjoksin e saj ishte e pamëshirshme. Era priste si teje dhe hijet e pemëve vallëzonin, sikur taleshin me vetminë e Mirës. Por Ariu nuk u largua. Gjithmonë pranë saj, kafsha e madhe dhe e fortë dukej se ishte e vetmja gjë që i kishte mbetur nga jeta. Mira, me lot në sy, preku gëzofin e Ariut sikur të ishte një lidhje përfundimtare me njerëzimin. Ajo u përpoq të ngrihej, por këmbët i dridheshin. Nuk mund të ecja. Trupi ishte i dobët dhe shpirti edhe më i dobët. Vdekja dukej si një e njohur e vjetër, duke e vëzhguar në çdo cep të pyllit. Ariu u ngrit në këmbë. Trupi i kafshës lëvizte me një butësi të habitshme dhe plaka, me vështirësi, e shikoi atë. Ai nuk e dinte çfarë do të bënte Ariu, por për një moment ndjeu shpresë. Një shpresë e brisht, si një fije mëndafshi që mund të këputet në çdo moment. Ariu filloi të ecte rreth saj, duke krijuar një lloj rrethi mbrojtës. Mira, edhe pse dhimbja i shtrëngonte gjoksin, e shikoi kafshën me sy të përlotur. Atje, natën e saj të fundit, ajo nuk ishte më vetëm. Kishte diçka në shoqërinë e tij që ajo nuk mund ta mohonte, instinktin e mbrojtjes, të besnikërisë. Ishte më shumë se sa thjesht një kafshë. Ajo ishte e vetmja shpirt që ende shitet tek ajo një arsye për të luftuar. Plaka mund të dëgjonte tingujt e pyllit përreth saj, fshfërimën e gjetheve, jehonën e ndonjë kafshë tjetër të largët. Por asnjë zë nuk e friksonte më. Vetëm zhurma e Ariut pranë teje. Prania e tij ishte e gjitha që i nevojitej për të ndjerë gjallë, edhe nëse ishte vetëm për një moment më shumë. Ariu ushtri përsëri pranë tij dhe me kokën e mbështetur në trupin e tij, dukej sikur ishte një themel që nuk do ta lejonte të rrëzohej. Por pleqëria dhe dhimbja filluan të kërkonin më shumë nga gruaja.
Mira mbylli sytë e lodhur ndërsa era fishkëllente përmes pemëve. Ajo u përpoq të kujtonte vajzat e saj, por kujtimet po veniten. Nuk ndjeva më zemërim, as trishtim të thellë. Vetëm një boshllëk, një hapësirë që Ariu dukej sikur donte ta mbushte. Me çdo frymëmarrje, gjoksi i mirës shtrëngoi, sikur vetë pylli po e ushtronte presion që t'i dorëzoi asaj që tashmë dukej e pashmangshme. Duart e tij, tani të dobëta, i ledhatuan gëzofin Ariut për herë të fundit, si një lutje e heshtur për ngushëllim. Thellë, ajo e dinte se fundi po vinte. Lodhja ishte e jashtëzakonshme, më e fortë se çdo dëshirë për të luftuar. Por Ariu ishte ende aty. Në heshtjen e pyllit, midis pëshpëritjeve të pemëve dhe këngës së largët të ndonjë zogu nate, Mira ndjeu se, të paktën, nuk kishte vdekur e vetme. Kafsha, edhe në natyrën e saj të egër, e shoqëroi deri në fund. Dhe në atë çast, ndërsa era e akullt ia piçkonte fytyrën dhe hëna shkëlqente dobët në qiell, Plaka e dinte se ajo që kishte humbur më shumë në dekadat e kaluara, gjëja më e çmuar që mund të kishte, nuk ishte dashuria e vajzave të saj, por përzemërsia e sinqertë e një krijese të egër. Koha, kur vjen puna tek ne, nuk është e mirë. Mira ndjeu se vdekja po zvarritej, me hapa të ngadalt, si një hije që nuk donte të largohej nga pylli. Erdhi mëngjesi, por Mira nuk e dinte nëse kishte fjetur. Trupi, i raskapitur, dukej se nuk kishte më forcë. I ftohti e bënte të dridhej, dhe era therse ia gërvishte lëkurën sikur donte t'i shkulte forcën e fundit. Ajo shikoi Arushin, i cili qëndronte pranë saj, me trupin e saj të madh e të ngrohtë që shërbente si mburoj kundër erës therse. Mira i preku kokën, leshin e tij të trash dhe një rënkim i doli nga buzët. Nuk ishte nga dhimbja. Ishte një kohë malli. I mungonin vajzat e saj, familja që e kishte braktisur. Por edhe atje, e humbur në vetminë e saj, Ariu mbeti, dhe në sytë e saj, një shkëlqim që reflektonte diçka për të egërsisë, një dashuri të pastër dhe instiktive që Plaka e njihte vetëm në historitë e vjetra. Gruaja u përpoq të ngrihej përsëri, por trupi i saj nuk i bindej. Dobësia ishte e madhe. Çdo lëvizje dukej si një përpjekje titanike. Këmbët e saj u lëshuan dhe ajo ra përsëri në tokë. Ariu u ngrit menjëherë në këmbë, vigjilent dhe ju afrua me madhështinë e tij mbrojtëse. Mira nuk kishte forcën të frikësoj. Ai thjesht pranoi mbështetjen e kafshës, sikur prania e saj të ishte e vetmja gjë e vërtetë në jetën e tij tani. Dielli ishte ulur, sikur nguronte të shfaqej plotësisht. Pylli përreth dukej indiferent, një botë e gjerë që nuk interesoi për jetën e Plakës. Por Arusha, me sytë e saj të qetë e të përqendruar, dukej sikur shihte diçka që askush tjetër nuk e shihte. Vështrimi i kafshës ishte i thellë, sikur të dinte çfarë do të ndodhte, por nuk u largua. Prania e Ariut u bë më shumë se sa thjesht mbrojtje. Ishte i vetmi kujtesë se Mira kishte ende rëndësi, edhe në brishtësinë e saj. Gruaja e moshuar u përpoq të buzëqeshte. Ajo u përpoq të imitonte diçka nga ajo që kishte qenë më parë, një grua që kishte pasur një jetë të plotë, një grua që i donte dhe kujdesej për vajzat e saj. Por asgjë nuk dukej më larg se ajo buzëqeshje e dobët. Frymëmarrja e saj ndihej si përfaqësore, sikur çdo frymëmarrje të ishte një përpjekje e pafundme. Dhimbja po bëhej një shoqëruese e vazhdueshme, e padëshiruar, por e pashmangshme. Ariu qëndroi pranë tij. Me shikimin e saj të qetë, kafsha dukej sikur i jepte forcë, një forcë që Plaka nuk e dinte më nga vinte. Zogjt ishin të qetë, sikur vetë ajri po priste atë që do të vinte. Mira ndjeu një dhimbje në rritje në gjoks. Vdekja ishte më afër, por Ariu nuk u largua. Ajo nuk do ta braktiste. Për një çast, Plakja mbylli syt. Dhe në errësirë, ajo dëgjoi një zhurmë të largët. Ishte një kujtim. Tingulli i të qeshurave të vajzave. Tingulli i jetës, i rinis, i kohërave kur ajo ishte pjesë e diçkaje më të madhe. Por e gjithë kjo tani ishte shumë larg. E vetmja gjë që kishte mbetur ishte Ariu. Dhe kjo qenie e egër, me praninë e saj të heshtur, dukej se ishte e vetmja lidhje midis saj dhe asaj që kishte mbetur nga një botë që e kishte harruar tashmë. Mira hapi syt dhe Ariu ishte edhe më afër, me trupin e saj të ngrohtë dhe të fortë pranë trupit të brisht të gruas. Plaka e shikoi kafshën me një vështrim plot trishtim dhe mirënjohje. Koha po mbaronte, por aty, në atë moment, ajo e dinte se, të paktën natën e saj të fundit, nuk ishte vetëm. Era ja çau lëkurën Plakës, por ajo nuk e ndjeu më. Ndjeu vetëm peshën e asaj që nuk mund ta mbante më, jetën.
Nata ra rënd mbi pyll. Mira ishte e dobët. Çdo frymëmarrje ishte një betejë. Trupi i tij, tashmë i përkulur nga mosha dhe dhimbja, dukej se nuk reagonte më. Ariu u afrua, me hapa të kujdesshëm dhe sytë e ngulur te plaka, sikur ta dinte se po i vinte koha. Kafsha nuhati ajrin, duke u përpjekur të kuptonte diçka që mund të bënte. Mira, me një vështrim të humbur dhe të lodhur, e shikoi Arushin, sikur ta dinte çfarë e priste. Nuk kishte asgjë tjetër për të bërë. Por instinkti i Ariut ishte të luftonte. Ajo nuk e kuptonte vdekjen siç e kuptonte plaka. Për të, ishte një kërcënim që duhej luftuar. Ariu e shtyu Mirën, duke u përpjekur ta bënte të ngrihej në këmbë. Por plaka nuk kishte forcë. Trupi ishte shumë i raskapitur dhe sytë mbylleshin me çdo përpjekje. Kafsha gromëriu lehtë, duke u përpjekur ta paralajmëronte, duke i kërkuar të luftonte, të qëndronte gjallë. Por jeta po i rrëshiste Mirës si rëra nëpër gishtat e saj. Me një forcë që Ariu nuk e dinte nga vinte, kafsha e ngriti atë, duke u përpjekur ta mbështeste në shpinë. Plaka ishte e ngrohtë, por fryma e saj ishte një flak që po shuhej çdo sekondë. Ariu, me instinktet e saj primitive, po përpiqej ta çonte diku, por nuk dinte se ku. Mira ndjeu forcën e Ariut që përpiqej ta mbante. Lëvizja, megjithatë, ishte e ngadaltë, sepse plaka nuk mund të ecte më. Kafsha e tërhiqte zvarr përpara, pa u dorëzuar, këmbët e saj rëndoheshin me çdo hap. Pemët dukeshin sikur largoheshin dhe pylli bëhej gjithnjë e më i largët. Ariu ecte me vendosmëri, me putrat e saj të mëdha që shtypnin fuqishëm tokën, por pesha e gruas së moshuar mbi trupin e saj po fillonte të bëhej e padurueshme. Mira nuk ishte më e vetëdijshme se ku po shkonin, por ndjeu ngrohtësinë e trupit të kafshës dhe rrahjet e dobëta të zemrës së saj që vazhdonin të thoshin lamtumir. Qyteti doli në pa. Qielli tashmë kishte filluar të ndriçohej dhe po shfaqeshin dritat e para të mëngjesit. Ariu vazhdoi rrugën e tij. Mira, në frymëmarrjen e saj të fundit, u përpoq të hapte syt për të parë përreth, por bota po bëhej e turbull. Ajo mund ta ndjente forcën që po i humbiste, dhe Ariu di si e kuptoi. Kur arritën në qytet, Ariu e vendosi butësisht Mirën në tokë. Zhurma e qytetit dukej e largët, por banorët u shfaqën shpejt, të habitur kur pan kafshën gjigante atje, me gruan e moshuar në krah. Banorët, të tronditur nga skena, thirrën shpejt ndihmësit mjekësor, por kur ata u përpoqën t'i ndihmonin, ishte tepër vonë. Mira nuk lëvizi më. Ngrohtësia e trupit të Arushës pranë saj ishte e vetmja gjë që ende ndihej e vërtetë. Paramedikët u përpoqën, por nuk kishin çfarë të bënin më shumë. Ajo më në fund ishte në paqe. Ariu gromëriu butë, i trishtuar, sikur të thoshte lamtumir. Kur trupi i Mirës u çua për varrim, Ariu qëndroi në buzë të varrezave, duke parë në heshtje, sikur të përpiqej të kuptonte se çfarë kishte ndodhur. Ajo kishte bërë gjithçka që mundi, por vdekja, me praninë e saj të pamëshirshme, nuk do ta linte veten të mposhtej. Ariu rinte ulur aty, duke parë qytetin dhe fushën me lule ku Mira do të pushonte përgjithmonë. Ajo nuk lëvizi, sikur bota të ishte ndalur për të. Kafsha e ndjeu humbjen. Ajo nuk e dinte çfarë ishte dhimbja njerëzore, por humbja e Mirës, shoqes së saj, e goditi thellë. Era fryu përsëri dhe gjethet në pemë filluan të lëviznin. Ariu shikoi në horizont, ende e humbur në pikëllim, dhe u largua ngadalë. Ajo u tërhoq në pyll, ku e kishte gjetur plaka, tani pa qëllim, pa asnjë qëllim. Por ajo nuk do të harronte kurrë. Vdekja nuk zgjedh kohën ose vendin. Ajo thjesht vjen dhe merr atë që është e saja, duke lënë pas një dhimbje që askush nuk mund ta kuptojë. Mira nuk ishte më midis të gjallëve. Gruaja e moshuar, e cila ishte përpjekur aq shumë të vazhdonte, e cila kishte gjetur dashuri të papritur në një pyll të shkret, ishte zhdukur. Trupi i saj qëndronte i palvizshëm në arkivolin e thjesht prej druri, por Ariu, i heshtur, ende ndjente ngrohtësinë e atij për qafimi lamtumire. Zgjimi ishte i thjeshtë. Banorët e qytetit të vogël u mblodhën për të thënë lamtumiren e fundit, por boshllëku i mungesës së Mirës ishte i qartë. Ajo kishte qenë një grua e vetmuar, pa familje që të luftonte për të, por me një zemër të pamas që dinte si të përqafohej nga një qenie që nuk donte asgjë më shumë se sa shoqëri. Ariu, me hapat e saj të rëndë dhe shikimin e trishtuar, u shfaq te dera e sallës së vogël ku po zhvillohej përgjimi. Njerëzit heshtën kur e pan. Kafsha, gjigante dhe madhështore, hyri ngadalë, me sytë e ngulur në arkivol. Nuk kishte frikë tek ata njerëz.
Kishte respekt. Me të njëjtën delikatesë që kishte Ariu kur mbante Mirën në përpyll, Kafsha ju afrua trupit të plakës. Ajo qëndroi para arkivolit me frymëmarrje të rëndë dhe shikim të largët, por të përqendruar. Ishte sikur po kërkonte diçka që e dinte se nuk do ta gjente më kurrë, praninë e Mirës. Kafsha uli kokën e saj të madhe, duke prekur hundën pas arkivolit prej druri. Kishte një ndjenjë humbjeje që Ariu nuk mund ta kuptonte plotësisht, por që instinktet e saj e dinin se ishte e pakthyeshme. Ajo ndjeu ftohtësinë e pyllit, i mungonte plaka. Jeta që ndanin së bashku ishte shkatëruar në një çast, dhe ajo nuk dinte si të vazhdonte pa të. Zgjimi ishte krejtësisht i heshtur, përveç zhurmës së dobët të frymëmarrjes së Ariu. Ajo nuk lëvizi, vetëm qëndroi aty, sikur po priste që Mira të ngrihej, sikur po priste një sinjal, një gjest të fundit. Por nuk kishte asnjë. Mira ishte vërtet e thyer. Disa banor filluan të lotonin. Ata kishin dëgjuar për zonjën e moshuar që ishte braktisur, por nuk e dinin kurrë për dashurinë e thellë që ajo gjeti në pyll. Ata tani pan dhimbjen e një Ariu, një kafshë që kuptonte më shumë se sa shumë njerëz mund të kuptonin ndonjëherë. Kafsha nuk e kuptonte konceptin e vdekjes, por e dinte se diçka e rëndësishme ishte humbur, diçka që nuk mund ta rikuperonte kurrë. Pas një momenti të gjatë heshtjeje, Ariu e shikoi për herë të fundit trupin e Mirës. Me një pëshërtim të thellë, ai u kthye ngadalë dhe, pa thënë asnjë fjalë, doli nga dera. Zemra e saj ishte e thyer dhe ajo e dinte se plaka nuk ishte më aty, por kujtimi i saj do të jetonte në gjoksin e saj, me çdo hap që hidhte. Gjatë rrugës për në pyll, Ariu nuk u ndal, nuk shikoi prapa. Ajo ndjeu vetmin, dhimbjen e humbjes dhe boshllëkun që i hapej në shpirt. Por ai e dinte se plaka nuk do të harrohej kurrë. Bota vazhdoi përpara, me të njëjtën indiferencë që kishte pasur gjithmonë. Por për Ariun, ajo ditë shënoi fundin e një historie dashurie të pamundur, por thellësisht të sinqertë. Dhe ndërsa ecte vetëm në përpyll, ndjeu se diçka brenda saj kishte ndryshuar përgjithmonë. Tani ajo do të mbante kujtimin e Mirës dhe boshllëku i humbjes do të ishte diçka me të cilën do të mësonte të jetonte, pa pushuar kurrë së ndjeri.